Prefekti e qarkut të Vlorës Evi Sallushi zbret në teren. Aktiviteti i parë që ka zhvilluar këtë të mërkur me njerë pas marrjes detyrës ishte ai në zjarfiksen e Vlorës, ku ka parë nga afër kushtet e punës dhe nevojat që kanë punonjësit. Sallushi dëgjoi me vëmendje ndërsa u premtoi mbështetje maksimale. Ajo tha se do të jetë çdo ditë në teren për qytetarët dhe për të evidentuar problematikat e tyre, duke zhvilluar takime me institucionet, por edhe vetë qytetarët. Prefekti Sallushi ka një thirrje edhe për këta të fundit që të jenë sa më bashkëpunues me institucionet për një klim të mirë dhe të qetë në të gjithë qarkun. Të punojmë të gjithë së bashku për Vlorën tonë të dashur, ishte mesazhi i prefektes Sallushi. Kemi ardhur sot këtu në ambientet e zjarfikses së Bashkisë së Vlorës. Kemi ardhur posaçërisht për të parë nga afër situatën në cilën ndodhet kjo zjarfikse, për të komunikuar edhe me personelin që punon këtu, për të njohur me kërkesat, mungesat, nevojat që ata kanë. Të njëjtën gjë ne do të realizojmë edhe në 6 bashkitë e tjera të qarkut të Vlorës në ditët në vijim. Përzgjodha që takimin e parë me institucionet unë të vija dhe ta zhvilloja pikërisht këtu tek zjarfiksja e Bashkisë së Vlorës, sepse mendoj dhe do të impenjoj maksimalisht si institucioni prefektit të qarkut për të marrë masat e nevojshme që të parandalojmë situata si ajo e verës që lam pas. Unë do të jem në teren. Jam në krye të institucionit prefektit të qarkut, por jo në zyrë, do të jem në teren çdo ditë. Do të jem në teren së bashku edhe me strukturat e prefekturës për të monitoruar nga afër investimet e qeverisë shqiptare, qoftë ato që kanë përfunduar, por edhe ato që janë në proces. Do të shkoj në çdo institucion të qeverisjes qendrore në nivel lokal për të parë edhe funksionimin e tyre. Zyra ime do të jetë në çdo institucion. Krahas kësaj do të koordinoj me institucionet, qoftë ato qendrore, qoftë ato lokale, në mënyrë që të marrim masa dhe për të parandaluar emergjenca të gjitha natyrave. Unë përfitoj nga rasti dhe në këtë intervistë dhe në takimin që jemi duke bërë këtu, që të bëj një thirrje edhe qytetarëve, të cilët të jenë sa më bashkëpunues me institucionet, sepse në këtë mënyrë krijohet një klim shumë e mirë e bashkëpunimit dhe një klimë e qetë në të gjithë qarkun. Gjithashtu edhe nga ju gazetarë dhe mediat kërkoj që ju bëj dhe një thirrje që në gjitha ato kritikat tuaja konstruktive të jeni pasqyrues të këtyre problematikave që të gjithë së bashku të gjejmë zgjidhje sa më shpejt që të jetë e mundur. Kritikat ne në fakt të gjithëve na bëjnë shumë mirë në realizimin e detyrave tona dhe nëse gjithë secili do të bëj detyrën e vet kudo ku ai ndodhet, është e sigurt që gjërat do të funksionojnë dhe gjërat do të shkojnë akoma më mirë edhe në qarkun tonë, në qarkun e Vlorës. Të punojmë të gjithë së bashku për Vlorën tonë të dashur. Kjo është motoja ime në këtë detyrë. Prefekti e qarkut të Vlorës tha se problematikat janë të shumta në sektorin e zjarfikses, që nga gjendja aktuale e automjeteve dhe kushtet e punës, ndërsa shpreh shumë falënderuese për sakrificat që bëjnë punonjësit e shërbimit të zjarfikses. Problematikat ishin të shumta, kishin të bënin qoftë me gjendjen e automjeteve që ata kanë në dispozicion, qoftë me mjetet të cilët ata nuk janë jashtë funksionit dhe kërkojnë që të mos jenë më pjesë këtu për shkak edhe të zënies së ambientit, lirohet një pjesë e ambientit, qoftë me kushtet e punës në të cilat ata punojnë dhe unë u jam shumë falënderuese, gjë që u shpreh edhe secili prej tyre për sakrificat e jashtëzakonshme që bëjnë në vimësi dhe që kanë bërë edhe në këtë sezon, le të themi, apo në këtë periudhë të vështirë që kaluan të zjarë në të gjithë qarkun e Vlorës. Prefekti e qarkut theksoi se gjatë kësaj detyre do t'i kushtoj një rëndësi të madhe shërbimit zjarfikës, si dhe do të mbështes punonjësit e tyre që çdo ditë sakrifikojnë. Tani më në këtë detyrë, në krye të institucionit të prefektit, unë e thënë këtu përpara media, por njëkohësisht sapo ua komunikova edhe punonjësve të zjarfikses së Vlorës që do të bëj të gjitha përpjekjet maksimale, individuale dhe institucionale për të dhënë zgjidhje problematikave aq sa të mundemi, problematikave që ky institucion ka.